Këto foto tregojnë makinën e gruas së kryebashkiakut të Pogradecit Artan Shkëmbi pas zjarrit që e përfshiu automjetin rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm. Në pak minuta makina tip Citroen e përfshirë nga flakët është djegur tërësisht. Ngjarja që dyshohet se është një kërcënim për kryetarin e bashkisë ka ndodhur përpara pallatit në katin e dytë të cilit banon familja Shkëmbi. Automjeti ishte parkuar si çdo natë kur persona të panjohur dyshohet i kenë vënë flakën. Zjarri ka provokuar edhe një shpërtim. Banorët e alarmuar kanë dalë jashtë dhe ndërkohë kanë njoftuar policinë. Dyshohet se djegja ka qenë e qëllimshme e mund të lidhet me detyrën e Artan Shkëmbit si kryebashkiak. Kjo pasi pak muaj më parë makina e tij është sulmuar me mjete të forta nga një person ku janë thyer xhamat. Që nga ajo kohë kryebashkiaku nuk e parkoi më makinën e tij pranë shtëpisë. Gruaja e Artan Shkëmbit është mësuese në gjimnaz e po ashtu ajo administron një shkollë private në Pogradec, por sipas policisë ajo nuk ka patur konflikte në punën e saj. Ndërsa kanë mbledhur dëshmitë, hetuesi dyshojnë se shpërtimi mund të ketë ardhur edhe nga vendosja e një lëndë plase brenda mjetit. Makina është marrë për t'u analizuar nga ekspertët, ndërsa vetë Artan Shkëmbi nuk ka planuar të bëjë asnjë koment për ngjarjen.